Besoj që edhe pse jemi lojtarë të ri kemi kalu, domethënë kemi luajtur shumë gjëse të mëdha si ajo me Azerbajxhanin, play-offi me Islandën, kështu që pak a shumë kemi eksperiencë në këto lojna. Kemi një atmosferë jashtëzakonisht e mirë shkëlqyer në kamp dhe nesër shpresojmë shumë në sukses. Si emocionalisht, po nina ndryshe se unë kam qenë 8 vjet atje. Jam formuar si futbollist atje, kam shumë respekt për shtetin e Turqisë, për ata lojtarë që kemi qenë edhe bashkëlojtarë dhe kundërshtar në shumë ndeshje, po nesër është ditë ndryshe, është ndeshje ndryshe, është çështje kombëtare, është çështje shteti, kështu pas pavarësisë mund të jetë lumturia më e madhe e shtetit tonë. Kështu që dëshira jon, forca jon është maksimale për ta arritur këto. S'du me fut presion as bashkëlojtarët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifosët tonë, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrijmë suksesin dhe pastaj të festojmë bashkë në shesh.